pronari i mallit i thotë nëse me parë në dorë, ke rrin ta shes që kaq. 10.000 euro. Ama për me të prit ose me këste vallai do më të mi. Mirë, a lejohet kjo? Nuk ka problem. Te shumica dietare nuk ka problem. Këtu për arsye se kjo është shitblerje e cila hyn në ajetet dhe hadithet e përgjithshme që flasin për shitblerjen. Von thjesht une që të mall, nëse do të më blej me parë në dorë, e ke që të çmim. Nëse do të më marr me këste ose nëse do të më marr veresi, atëherë e ke më shtrejt, nëse do të cilën dush zgjedheti. Mirë, po këtu kushtzohet diçka. Kusht është që aktin e shitblerjes me bë me njënin pazar, jo me lan të hapur. Edhe më thonë u kry për ta blekerin. Në musha me t'i pru parët për 2 ditë me qëtëshmim. Nëse t'i vanaj me qëtëshmim, kjo s'lejohet, sepse duhet me e prej. Prej kushteve të aktit të shitblerjes është që me e prej pazarin dhe me prej çmimin. Mu di çmimi se sa po e bojnë pazarin. E kështu që ose e zgjedh njënën, ose e zgjedh tjetrën, ti ka 2 opsione. Domthonë pronari i mallit në këtë rast, ti e zgjedh ato që për ty është më e lëvërdishme. Mirë. Pse pronari i mallit këtu kërkon më tepër? Kërkon më tepër për arsye se nuk është sikur se më ia dhon parët komplet. Për një herë ose në momentin kur e shet mallin, edhe pastaj ai mundet me i fut diku ato me investu ose me punu me to diçka, nuk është sikur se më ia dhon pjesë ose më ia vanu. Sepse nëse ai jep pas një viti njëjtën shumë, nuk e kanë vlerën e njëjtë, domthonë ka inflacion, ka devaluim. E kështu që, domthonë thjesht ai po kërkon diçka që është legjitime, edhe nuk po të detyron ty, as nuk po të kushzon, as nuk po të obligon kurrë, thjesht zgjedhet i cilën dush fort. Nëse i sjell parët në dorë, ke çmim, nëse veresi çmim tjetër. Edhe nuk ka problem këtu tek shumica e dietare. Ndërsa blersi këtu fiton edhe blersi. Për arsye se e paguan më shtrejt, mirë, por nuk e ka sikletin, edhe nuk e ka presionin që me bë gjithë shumën, edhe me kry pagesën me njëherë, e që s'mundet me mbledh, mirë, po e paguan me këste, e paguan me rata, ose e merr edhe veresi mas diko që pritet me i grumbullu parët për pagesë, ose me i ardhë në një formë tjetër.